Mos e gjyko këtë fëmijë para se ta dish çfarë po ndodh në mendjen e tij. Ai nuk po qan sepse është i llastuar. Ai po qan sepse për të bota është shumë e zhurmshme. Dritat i djegin syt. Zërat janë si bubullima. Çdo hap rreth tij është si një shpërthim në kokën e tij. Imagjino qindra zëra që bërtasin njëkohësisht. Drita që të verbon dhe askush nuk e kupton pse ti po mbulon veshët. Ai përpiqet të mbyll syt, të mbuloj veshët, të ndal atë zhurmë, por bota nuk ndalet. Dhe kur gjithçka bëhet shumë, ai vetëm qan. Jo sepse do, por sepse nuk mundet ndryshe. Ndonjëherë, gjëja më njerëzore që mund të bëjmë është ta kuptojmë